Fermerët e prodhimit të qershis, po jo vetëm në Dibër, po përballen me mungesë të theksuar të prodhimit për këtë sezon. Thuajse të gjithë fermerët janë dëmtuar nga moti i keq i fillimit të muajit prill të këtij viti. Bilbil Kryemadhi nga fshati Grev i Dibrës thotë se aktualisht dëmi përllogaritet në rreth 20 milion lekë të vjetra. Të gjithë qershit janë dëmtuar nga ngrica, duke mos prodhuar asgjë. Fermeri Kryemadhi thotë se për dëmin e shkaktuar nuk është interesuar asnjë instancë shtetërore, por janë paraqitur vetëm për të kërkuar votat në zgjedhjet e 11 majit. Ai bën me dije se të huaj çuditen se si ka mundësi që në vendin ton, kur dëmtohet fermeri, nuk marrin asnjë dëmshpërblim nga shteti. Zero, qeshjet zero, mallat zero, kumllat, dardhat, asnjë lek kokë, fare. Nuk e di se si çfarë viti ishte. Viti test, nuk e di. Sa o minus 20 milion jam vetëm unë. E një minus 20 milion vetëm vllai. Vetëm ne, e di që fermer plus i Dibras është. Shumë që janë hiç kont. Jo, asnjëri. Për vota erdhën, po si. Erdhën ja di turqi një ditë tu. Një turqi, një maqedonos i shkupi i pruaj. E na të njëjtën gjë kishte, si ne. Aq në Turqi, qeshi kështu që pasën ai fermeri. Me një po që shku, në njerë që i verifiku. Që shku shteti me një ta, këshin vlerësu. Sa ku dalë, sa tonë ke pas këtë. Kur unë dalën këtu unë atë, thashim, ja, ne thashu gja. 100% në Turqi. E në Maqedonci, po. Tu kene jo, erdhën nga Sableva në ditë, kytari komunës me një qetër tu. Pa anu së ditën, tha ne, tha se 4 vjetë s'marim kur gjoth. Se 4 vjetë, jo një vit. 4 vjetë s'marim kur gjoth, tha as një farë më shteti, as një gjeshës. Së të ndime ishë. Imi bëmi i shkullë, tha, pa shkullit kjo gjinat të që është super prodhim kjo. Të njëjtin fat ka patur edhe molla për këtë vit. Sipas fermerit, as molla nuk do të ketë prodhim duke bërë që dëmi ekonomik të rritet akoma më shumë. 4 hektarë ku molla qeshi. Po 20 milion, minimal 20 milion humbi. 20 milion vllai, me 20 hektar. Mi 20 milion humbi. Ki është 25 milion të shej, është 25 milion. Vetëm dap e helme e gjaja. Ai është vllai. Sa të shpenzime di që dhanë bare. Mungesa e tregtarëve që shesin qershit në rrugë tregon qartë që këtë vit prodhimi i qershisë në Dibër është 0.